pavarësisht se mbi të rëndon kërkesa për shkarkim përmes interpelancës për ministrin e bujqësisë Fetan Tripunovski. Interpelanca e dorëzuar nga LSDM-ja në kuvent është e pabazë. Në konferencën e fundit për media, Tripunovski u shpreh optimist dhe tha se faktet janë në anën e tij dhe se mezi pret ditën e seancës ku do të dëshmoj për punët dhe reformat e bëra në këto 2 vite. Ministri i bujqësisë komentoi edhe rikonstruimin e paralajmëruar të qeverisë dhe tha se është e drejtë e kryeministrit të krijojë kabinetin e ardhshëm dhe se vendimin e tij e ka respektuar dhe do ta respektojë gjithnjë. Është e pabazë, e pres me padurim ditën kur të mbahet debati për interpelancën në kuvent. Atë ditë do t'i përballim argumentet. Argumentet janë në anën tonë. Besoj se kemi bërë mjaftueshëm për këto 2 vite reforma në bujqësi, kurse sa i përket rikonstruimit, kryeministri ka të drejtën e plotë që të krijojë kabinetin e ardhshëm qeveritar. Vendimi final do të jetë i vetë kryeministrit. Gjithmonë është respektuar dhe do të respektohet edhe në të ardhmen. Kur jemi tek interpelanca për shkarkimin e Tripunovskit, kryeparlamentari Gashi tha se për të njëjtën do të diskutohet në seancën e parë ose të dytë të muajit maj. Ndërkaq kryeministri Mickoski, duke komentuar interpelancën e Tripunovskit, tha se LSDM-ja ka të drejtë legjitime dhe demokratike të përdorë këtë instrument, por u shpreh i bindur se ministri Tripunovski do t'i shpalos argumentet që sipas Mickoskit janë në anën e tij.